Sipas pikës 63 një gjykimi për këtë zgjedhjen e presidentit, atje ka thonë që për të qenë raundi parë i vlefshëm, pra do të jenë të pranishëm 81 deputet. Dhe raundi dytë gjithashtu. Ndërsa në raundin e tretë, pra nuk mundën mu kalu këtu 2 raunde pa qenë 81 deputet pranishëm. Në raundin e tretë thot shumica, pra me 61. Por çka është 2 parakushte e bllokojnë fituesin e zgjedhjeve në këtë rast Albin Kurtin që vetë ta kaloj kandidatin për president. Mirë po tema duhet shtruar në aspektin politik, sepse kushtetuta jonë kërkon një president bipolë, një president që unifikon institucionet dhe popullin. Po se unë kushtetuese ka. Këtë karakter të presidentit e ka humbur Vjosa Osmani me mandatin e saj 5 vjeçar. Dëmanë edhe zëjt e malit e dinë se i ka shërby vetëm një partije politike. Prandaj, unë menoj që në bazë të deklaratës edhe të Bedria Hamzës, ku ka thënë që ne do të jemi të përgjegjshëm në kuvend, i bie që PDK nuk ka synim ta bllokojë Albin Kurtin. Nuk ka synim, pra mund të qëndrojë në sallë, por do të diskutohet kandidati. Por kandidatin me siguri, sipas vlerësimeve të opinionit publik, po dhe partive opozitare, nuk mund të jetë Vjosa Osmani. Por nuk duhet Kosova të shkojnë zgjedhje edhe një herë për teke individuale, pra duhet këtë Republika të jetë interesi përgjithshëm dhe jo emrat e përveçëm. Prandaj nuk i konvenon ndoshta as vetë Albin Kurtit të shkojë edhe një herë zgjedhje dhe jam i bindur që ai nuk dëshiron të shkojë në zgjedhje. Dhe ndërsa demokracia duhet të ruhet, nuk do të injoruar opozitën. Pra do të gjetur një kompromis, një emër, dhe unë mendoj ju e dini, aktiviteta joga ka ardhur në zarf. Dhe arsim po që është zgjedhur me kundërkandidat. Këtë zgjedhur me kundërkandidat. Mirë se i di është zgjedhur me kundërkandidat, prandaj mund të ketë